Jemi këtu sot për protestuar para KSZ-s, sepse duhen na ndalin që të kemi qasjet e qytetarët. Në kundërshtim me ligjin dhe me parimet të dy fishta, ato kanë bllokuar vetëm aleancën për shqiptarët që të jemi prezent në mediume. Respektivisht, ne kemi mediaplan me një medium për të na nxjerrë disa spote publicitare dhe direkt me urdhër të KSZ-s dhe Agjencionit për Media është pamundsuar ky medium që Aleanca për Shqiptarët të jetë prezent në këtë qasjet e qytetarët dhe me arsyetimin se që kemi parti jashtëparlamentare. Ndërkohë që ka parti jashtëparlamentare, siç e keni parë dhe keni ndjek mediumet, e cila është shumë prezente nëpërmjet këtyre spoteve publicitare. Tani është opozitare çfarë është koha do të tregoj. Ndërkohë që unë jam prezentu me deputetin Zulfi Adili, ne jemi parti që kemi koalicion që kemi edhe një deputet në kuadrin ton dhe ne na takon 10% i partive të cilët janë të përfaqësuara në parlament, ashtu siç i mundsohet për shembull edhe Pavla Trajanovit nëpërmjet koalicionit vet që të jetë prezent dhe as pak nuk i pengon KSZ-ja ose Agjencioni për Media. Dhe duam t'ju bëjmë dije që ata mund na ndalin që ne t'jemi prezent nëpërmjet mediumeve, por nuk do të na ndalin dhe as pak nuk do të na shterojnë energjitë që shkojmë derë në derë dhe të bisedojmë me qytetarët. Është më së qartë se kjo gjë është bërë me urdhër të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-s, me i fjalë qeverisë, por një gjë ta dinë. Ata i ka kap paniku dhe shpejt ju vjen fund.